الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الله ربنا الله ربنا الله Falëndërimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Kemi nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa ta'ala do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësisë së tij. ربنا الله ربنا الله ربنا الله Nuk ka fëmijë që lindet në rrullzin toksor del prej barkit, vetëm lindet natyrën e pastër, në islam, në besim të pastër. Nuk lindet vallahi as komunist, as demokraci, as sekularist, as jahudi, as mason, as partijash, as kur gjohit, po lindet besimtar i pastër, i beson Allah i Gjeleshanhu e Gjelalu. Lindet i pastër në besimin e pastër si kur pika e lotit. سام الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رابو صروحا ما لها جد. Ibn Omeri thot kur kam dal, e kam paraqit vetëm thot para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e Uhudit. Në Uhud kur kanë luftuar musliman, thot i kam pas unë 14 vjet. Thot pejgamberi Allah më thej prap, s'm pranoj ta për luftë, 14 vjet. Tha pastaj kur kam dalë në luftën e Khandekit, thot i kam pas 15 vjet dhe në 15 vjet thot më ka marrë luftë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thot më pak se 15 vjet nuk ban. Usama bin Zeid e ka udhëhec një ushtri të madhe që në ushtrinë e tij kanë sahabët më të mëdhenj. Janë kanë 3 jo të ndeshëm, por kanë pas qëllime të larta, qëllime të mëdha, se kanë pas një iman, kanë pas dituri të madhe. E sot 3 ton nuk kanë këto qëllime, nuk kanë qëllimet e Islamit, të agrin Islamit, qëllimet e dunjos, qëllimet e interesit të kësaj dunjoje, jo dinit Allah Gjeleshanhu e Gjelalu. Tema Voglushi musliman apo fëmia musliman. سام الفخر والمجد وبالكشافة الجد ونشأ للعلا رابو صروحا ما لها. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Ligjeratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjeron hoxha i nderuar Dhulkarnein Ramadani. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى